Përshëndetje, të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të mediave. Ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë të përbashkët me drejtorin e Kufirit të Migracionit Tiranë. Në zbatim të mënyrës dhe komunikimit në mënyrë më të përgjithshme dhe më strukturore, duke siguruar një komunikim transparent, më të drejtë dhe më të shpesh me media dhe qytetarët, jam sot këtu së bashku me drejtorin vendor të Kufirit të Migracionit Tiranë, me qëllim që të informoj publikun mbi rezultatet e punës sonë, masa që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi në përmbushjen e misionit tonë. Prioritetet kryesore të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, kryesisht gjatë muajit maj dhe 2 javëve të para të këtij muaji, kanë qenë garantimi i rendit dhe sigurisë publike, siguria në shkolla, siguria rrugore, lufta kundër shpërndarjes dhe trafikimit të narkotikëve, mbajtje pa leje, kapja e personave në kërkim, evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore, parandalimi dhe goditja e kultivimit të bimëve narkotike në terren të hapur dhe të mbyllur, trajtimi në kohë dhe me profesionalizëm i shqetësimit të qytetarëve, i rasteve të dhunës në familje, reagimi i shpejtë, profesional dhe i paanshëm ndaj çdo ngjarje që cënojnë rendin dhe sigurinë publike, si dhe garantimi i rendit dhe sigurisë përgjatë aktiviteteve kulturore, sportive dhe të bimëve. Synimi ynë ka qenë dhe mbetet ofrimi një shërbim dinjitos për qytetarët përmes performancës, komunikimit dhe përgjegjëshmërisë institucionale. Gjithashtu, dua të thesoj se në përmbushje të detyrave tona, një rol të rëndësishëm kanë marrëdhëniet me Programinë e Revizionitit Përgjithshëm Tiranë, në drejtim të bashkëpunimit, koordinimit dhe drejtimit të veprimtarisë hetimore dhe operacionale, si dhe qytetarëve të cilët me denoncimin e tyre kanë ndikuar në parandalimin, evidentimin dhe goditjen e palishmërisë. Gjatë muajit maj dhe 2 javësh të parë të muajit qershor, janë evidentuar 1436 raste të ndryshme të veprave penale, për të cilave janë zbuluar 1331 ose 92.6%. Po këto vepra penale janë identifikuar 1376 autor të dyshuar, nga të cilat 247 janë vënë në pranga, arrestuar dhe ndaluar, si dhe janë proceduar 1055 në gjendje të lirë, si dhe janë shpallur në kërkim 60 autor. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 58 operacione policore për goditjen e inventarisë kriminale në fushën e narkotikëve, mbajtje pa leje, goditje e celullarëve të fatit, koncentrave, prostitucionit, krimeve ndaj personit, pronës e të tjerë. Ndër operacionet të rëndësishme, mund të përmendim 4 fazat e operacionit Zonat, për goditjen e shpërndarjes së drogave në afërsi të shkollave dhe zonave të ndryshme në qytetin e Tiranës. Gjatë këtyre fazave dhe disa goditjeve të rasteve të tjera, në këtë fushë janë sekuestruar rreth 2.7 kg kokainë dhe heroinë, shumë të konsiderueshme parash, si dhe sende prova të tjera që lidhen me inventarinë kriminale. Operacioni Rjeti dhe disa goditje të tjera, ku janë sekuestruar 17 armë zjarri, municione luftarake, 6 granata defensive dhe 1 kg lëndë plase. Operacioni Hold On për zbulimin dhe goditjen e një ambienti të përshtatur të centrave. Operacioni Transakcioni i gabuar, në kuadër të cilit u ekzekutuan 11 masa sigurie ndaj 11 punonjësve të një banke të nivelit të dytë, të cilët dyshoheshin përmes falsifikimeve dhe ndërhyrjeve kombëtare kanë përvecësuar rreth 300.000 euro dhe $92.000 nga 2 klientë. Gjatë operacioneve dhe punës së përditshme janë kapur me 46 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, të shpallur në kërkim kombëtar dhe 6 shpallur në kërkim ndërkombëtar. Kryesisht për tendencat e krimeve në fushën e narkotikëve, krime kundër personit dhe pronës. Në fushën e vjedhjes së pronës janë evidentuar 205 raste dhe janë zbuluar 169 prej tyre, ose për këtyre 82%. Për këto raste janë evidentuar 196 autor, nga të cilët janë vënë në pranga 57, janë proceduar 101 dhe 38 janë shpallur në kërkim. Janë zhvilluar 8 operacione për goditjen e lorëve të fatit, ku janë arrestuar 26 autor dhe janë sekuestruar makineta, kompjutera për zhvillimin e lorëve të fatit, tavolina, progri dhe shumë parash. Nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Programinë e Revizionitit të Përgjithshëm Tiranë, gjatë muajit maj 2026, është finalizuar një operacion i rëndësishëm i këduar falsifikatorët, ku janë zbuluar 2 baza falsifikimi të dokumenteve të ndryshëm si patenta, karta, identiteti dhe pasaporta biometrike, ku u vënë në pranga 4 shtetas. Falsifikimet e dokumenteve varionin nga 80.000 lekë deri në shumë 1.800.000 lekë për pasaporta biometrike, të cilat porositeshin nga qytetarë kosovar për të përdorur në shtetet e vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, në fushën e krimit ekonomik e financiar janë evidentuar 168 raste me 197 autor, nga të cilët 36 janë arrestuar, 151 janë proceduar dhe 10 janë shpallur në kërkim. Në drejtim të goditjes së prostitucionit janë finalizuar 2 operacione të goduara, Banesa dhe Folea, ku janë arrestuar 5 shtetërse të huaj. Janë zhvilluar 6 operacione të goduar Stall Line me
objektiv goditjen e rasteve të trafikimit të mjeteve motorike të vjedhur jashtë shtetit ku janë sekuestruar 6 automjete në vlerat 50.000 deri në 500.000 euro. Për këtë rast janë proceduar 6 shtetas. Janë evidentuar dhe goditur 3 raste të mashtrimit të fituar shuma parash, duke prezantuar si zyrtar apo të afërm të personave që mashtroheshin për të marrë shuma të konsiderueshme në euro. Për parandalimin dhe goditjen e krimeve mjedisore janë goditur 123 raste, janë evidentuar 143 autor, ka të cilat 10 janë arrestuar, 127 janë proceduar dhe 6 janë shpallur në kërkim. Në kuadër të parandalimit dhe goditjeve të tendencës të kultivimit të bimeve narkotike janë sekuestruar 3.000 fara kanabisi, si dhe janë zgjestuar 1.415 bimë fidan, të dyshuara si kanabis sativa. Gjatë muajit maj dhe 2 javëve të para të muajit qershor janë trajtuar në total 2.156 konflikte, nga të cilët 90 konflikte në familje, ndërsa 2.066 për motive të ndryshme. Për të gjithë këto raste janë kryer veprime procedurale në bashkëpunim me prokurorin, duke parandaluar për shkallëzimin e tyre. Dua të theksoj se falë reagimit në kohë, punës profesionale dhe hetimore të kryer nga strukturat e terrorizmit vendore të Policisë Tiranë në drejtimin e prokurorisë jurisdiksionit të përgjithshëm, u dokumentuan me prova ligjore në kohë të shpejtë 5 ngjarje të rënda kriminale, konkretisht vrasja e një 17 vjeçari, vrasja në Kamës në rrugën Dervish Lusha e 27 vjeçarit, rëmbimi i një shtetasi 34 vjeçar, plagosja e një punonjësi policie, si dhe zbardhja e vjedhjes së argjendërisë në Kamës. Gjithashtu, nuk mund të lë pa përmendur dhe dua të falenderoj edhe publikisht punonjësit e policisë për reagimin e shpejtë profesional ditën e djeshme, ku u kap në kohë reale autori i cili nën kërcënim me një sendi duke armë zjarri, por plastike tentoi të viste një subjekt për transferta parash në Shkozë. Në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor të rrugëve interurbane, shërbimet e policisë kanë minimizuar kontaktet me drejtuesit e ato mjeteve dhe mjeteve motorike, ndërsa evidentimi i shkeljeve arrihet në mënyrë monitorimit me mjete inteligjente. Ndërsa në qendrat urbane është intensifikuar monitorimi duke qëndruar fort në drejtim të shpejtësisë, parakalimit të ngabuara, mosdhënia e përparësisë këmbësore, parkimi i ndryshe në trotuare e tjerë, të cilët kanë penguar lëvizjen e lirë të ato mjeteve këmbësorëve, më keq akoma të ato mjetet emergjencë, të cilat duhet të mërinë në kohë reale aty ku nevojiten. Tirana pothuajse është për herë në rritje të fluksit ato mjeteve dhe për këtë arsye policia rrugore në akset më me shumë ngarkesë ndërhyjnë për të lehtësuar lëvizjet. Gjatë kësaj periudhe, policia rrugore e Tiranës ka evidentuar 6214 raste shkeljesh që synojnë sigurinë rrugore, ose 1895 raste më shumë krahasuar me muajin e kaluar. Pavarësisht punës voluminoze, analizave të riskut dhe intensifikimit të monitorimit, kanë ndodhur 53 aksidente rrugore, nga të cilat 3 fatkeqësisht me pasojë humbimin e 3 shtetësve, jetës 3 shtetësve. Krahas rezultateve problematike kryesore gjatë kësaj periudhe kanë qenë dhe siguria rrugore, konflikte ndërmjet shtetësve për motive të ndryshme, rastet e dhunës familje, si dhe kultivimi i bimeve narkotike në zonat të ndryshme të qarkut. Për adresimin këtyre problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet në pranimin terren me qëllim evidentimin dhe shkimin e çdo shkelje. Së fundmi, vijon të mbetet sfidë lufta kundër kultivimit të bimeve narkotike. Për këtë arsye, kontrollet në terren, monitorimi me dron dhe qendria hetimore janë intensifikuar në të gjithë territorin e qarkut Tiranë, kryesisht në rrethin Kruj dhe rrethinat e qarkut Tiranë. Në përfundim, në emër të gjithë strukturave të policisë Tiranë, duhet të siguroj qytetarët se mbetemi maksimalisht të angazhuar për parandalimin dhe goditjen e çdo palishmërie, si dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Njëkohësisht, sigurojmë qytetarët, pushuesit dhe turistët se policia kufitare, policia kriminale, policia rrugore, forcat e posaçme shqiponja dhe patrulla e përgjithshme vijon të jetë 24 në terren për garantimin sigurinë në çdo zonë të qarkut për të reaguar me shpejtësi ndaj çdo situate që kërkon ndërhyrjen tonë. Një apel të veçantë duhet t'i drejtojmë qytetarëve, operatorëve turistikë dhe çdo subjekti që ushtron aktivitete gjatë sezonit veror që të respektojnë ligjin, standardet e sigurisë, pasi çdo shkelje që cënon jetën, shëndetin apo sigurinë e qytetarëve do të trajtohet me seriozitet maksimal dhe në përputhje të ligjit. Po ashtu, ftoj qytetarët, mediat të vijojnë bashkëpunim me policinë e shtetit duke denoncuar çdo rast palishmërie apo situatë që cënojnë sigurinë publike. Ju garantoj që çdo informacion, denoncim apo telefonat do të trajtohet menjëherë me profesionalizëm, përgjegjësi dhe seriozitet në funksion të sigurisë së qytetarëve dhe interesit publik. Ju falenderoj për vëmendjen. Dhe tani do e kaloj fjalën drejtorit të kufirit dhe migracionit. Faleminderit zoti drejtor, të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë. Ashtu siç e theksoi
edhe drejtori vendor i Policisë Tiranë, muaji maj ka shënuar zyrtarisht nisjen e një prej sfidave tona më të mëdha për këtë vit, menaxhimi i fluksit të jashtëzakonshëm të udhëtarëve dhe turistëve që zgjedhin Shqipërinë përmes portës kryesore të vendit, aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Për drejtorinë vendore kufirit dhe imigracionit në muaj maj ka qenë një periudhë intensive, ku suksesi është matur me dy komponentë kryesor: lehtësimin e lëvizjes, shërbimi i shpejtë dhe dinjitoz dhe goditjen e palishmërisë. Strukturat e drejtorisë vendore të kufirit dhe imigracionit kanë rritur ndjeshëm kapacitetet operacionale dhe gatishmërinë e shërbimeve për të gjitha drejtimet e veprimtarisë policore kufitare. Gjithashtu, po përfundon instalimi i sistemeve dhe pajisjeve të reja teknologjike, të cilat do të rrisin shpejtësinë e përpunimit të shtetasve, duke garantuar njëkohësisht standarde më të larta të sigurisë kufitare, ku theksojmë se aktualisht në pikën kufitare Aeroport Rinas janë funksionale 37 sportele dhe e-gate për përpundimin e pasagjerëve në një kohë sa më të shpejtë. Më lejoni të njoh me disa nga rezultatet dhe masat kryesore për këtë periudhë. Gjatë muajit maj të vitit 2026, në pikën e kalimit kufitar Aeroport Rinas janë përpunuar 1.234.500 shtetas dhe 7.480 avion. Fluksi maksimal i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur shifrën 47.350 shtetas dhe 270 avion të përpunuar brenda 24 orëve. Ky është një tregues që konfirmon rritjen e ndeshme të lëvizjeve ndërkufitare në këtë fillim sezoni turistik. Si rezultat i kontrolleve policore të ushtruara gjatë muajit maj 2026, janë vendituar dhe referuar materiale në prokurori për 34 vepra penale me 36 autor me një fuqi zhvillueshmërie 100%. Konkretisht, krime në fushën e doganave, kontrabandë me mallra të tjerë, janë evidentuar 5 vepra penale, zbuluar 5 me 5 autor, sekuestruar mallra të dyshuar kontrabandë, bizhuteri dhe veshje, mos deklarimi në kufi i të hollave dhe sende me vlerë, janë evidentuar 7 vepra penale, zbuluar 7 me 8 autor, sekuestruar për këtë vepër penale një sasi prej 59.060 euro, 48.700 pound, 20.260 dollar dhe 1 milion lek të rinj. Fshehja e ardhurave. Janë evidentuar 2 vepra penale, zbuluar 2 me 2 autor, të cilët janë proceduar në gjendje të lirë. Krime kundër kufive shtetëror. Gjatë kësaj periudhe janë evidentuar falsifikimi i letër njoftimeve dhe pasaportave, 5 vepra penale, të zbuluara 5 me 5 autor, ku 2 autor janë arrestuar në flagrancë dhe 3 janë proceduar në gjendje të lirë. Në lidhje me këtë vepër janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, 3 pasaporta dhe 4 karta identiteti, dokumenta këto të dyshuara të falsifikuara. Kalimi palishëm i kufirit, janë evidentuar 10 vepra penale, zbuluar 10 me 10 autor, të cilët janë proceduar në gjendje të lirë. Vepra të tjera penale, prodhim dhe mbajtje pa leje e municione luftarake, një vepër penale e zbuluar 1 me 1 autor. Kundërshtimi punonjësit që kryen detyrë shtetërore ose shërbim publik dhe prishje e rendit qetësisë publike. Janë evidentuar 3 vepra penale, zbuluar 3 dhe 3 autor janë proceduar penalisht. Dëmtime të tjera me dashje. Është evidentuar 1 vepër penale, një zbuluar me 2 autor ku janë proceduar penalisht. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, një fokus shumë i rëndësishëm i strukturave të drejtorisë vendore për kufirin e imigracionit në Tiranë kanë qenë shtetasit e huaj, të cilët kanë aplikuar për të pajisur me leje qëndrimi dhe leje unike pranë drejtorisë vendore të kufirit e imigracionit në Tiranë, ku vlen për të theksuar se gjatë këtij muaji janë regjistruar 1.716 aplikime online për leje qëndrimi dhe leje unike nëpërmjet sistemit e-Albania, me një rritje prej 23% më shumë se muaji maj i një viti më parë. Në këtë drejtim, falë ndryshimeve të kryera në VKM 858, si dhe ndëzimi numër 45/65/2026 të Ministrit të Punëve të Brendshme për procedurat e lëshimit e refuzimit të ripërtëritjes ose anullimit të lejes së qëndrimit, ndryshimeve dhe përmirësimeve që janë bërë në sistemin e Albania, koha e përpunimit dhe miratimit të një leje qëndrimi për shtetas i huaj është ulur ndjeshëm. Vlen për të theksuar se shtetas i huaj pajiset me leje qëndrimi provizore brenda 24 orëve pasi ai hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në fushën e emigracionit të parregull, janë trajtuar 36 raste, ku janë përfshirë 36 shtetas të huaj të konstatuar të parregull në territor, të cilët në përfundim të procedura bazuar në ligjin 79 të vitit 2021 për të huajt janë trajtuar me urdhra largimi vullnetar 15 shtetas, urdhra dëbimi 10 shtetas, urdhër ndalimi në qendrën e mbyllur Karreç 11 shtetas. Persona në kërkim, gjatë muajit maj janë konstatuar dhe e kapur 38 persona në kërkim,
prej të cilave 30 shtetas në kërkim kombëtar dhe shteta në kërkim ndërkombëtar, ku 6 prej tyre janë arrestuar me qëllim ekstradimi. Masa administrative, me rritjen e fluksit të lëvizjes nga ana e strukturave të drejtësisë vendore të kufirit dhe migracionit në Tiranë, është shtuar dhe vëmendja për evidentimin e shkeljeve administrative, të ligjit për kontrollin e mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, si dhe të ligjit për të huaj, ku gjatë këtij muaji janë konstatuar 115 raste të shkelje administrative, të cilat janë trajtuar me masa administrative. Kryesisht kemi të bëjmë me tejkalimin e afatit të qëndrimit nga shtetet e huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në përfundim, në emër të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Tiranë, dëshiroj të siguroj qytetarët se puna jonë do të vazhdojë me profesionalizëm, transparencë për kushtim për të garantuar kufin të sigurt dhe të kontrolluar sipas standardeve europiane. Ju faleminderit. Jo pak të rëndë që ishte ajo e rrëmbimit dhe vijojnë ende kërkimet për trupin e Gland Koçit, ndërkohë nga ana tjetër kërkimet për Armand Shakën, autori dyshuar që dyshohet edhe mund ta ketë vrarë. Deri në çfarë pike janë shprehur kontrolle për arrestimin e autorit të dyshuar, por njëkohësisht kur po kontrollohet dhe a ka dyshohet të ketë bashkëpunëtor të tjerë për këtë ngjarje, së pari dhe së dyti, keni vendosur, pra Drejtoria Vendore e Policisë Tiranës ka vendosur një shpërblim për 10.000 eurosh për arrestimin e një tjetër personi me rrezikshmëri të lartë shoqërore për vrasjen e ndodhur pak ditë më parë në Kamës, konkretisht për Sadik Llamin. Ku janë, a ka pasur së pari informacione të hollësishme nga qytetarë që mund të kenë gjeni për vendodhjen e tij dhe deri në çfarë pike janë kontrollet për arrestimin e të dyshuarit? Lidhje me pyetjet të bëra. Lidhje me autorin e dyshuar të vrasjes, Sadik Llamin. Unë gjej rastin të falenderoj qytetarët pas njoftimit të bërë nga ana jonë, kemi pas një bashkëpunim shumë ngushtë dhe shumë informacione lidhje me personin e dyshuar. Për këtë arsye, siç e kemi bërë me dia dhe në vend ngjarje, nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, është ngritur një grup duke pas parasysh të rrezikshmërinë e autorit të ngjarjes dhe pothuajse janë ushtruar mbi 20 kontrolle banesash, kryesisht në vendet ku ne kemi pas dyshime të arsyeshme dhe aktualisht vijon puna për kapjen e këtij personi nga për shkak të rëndësisë të operacioneve, u thash edhe në intervistën që dhash para jush, është angazhuar dhe po vijon të angazhohen forcat e RENEA dhe mendojmë që shumë shpejt do kapet ky person. Kemi pas një bashkëpunim dhe informacion shumë të vdeshur nga qytetarët. Ne kanë informuar pas herë lidhje me dyshimet që ne kishim pasur për vendodhjen e këtij personi. Besoj që shumë shpejt do kapet. Lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e personit Gland Koçit. Lidhje me këtë ngjarje, është një ngjarje goxha sensitive, nga ana jonë për zbulimin dhe dokumentimin e eventualisë kriminale të kësaj ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor. Indicia në lidhje me këtë ngjarje është marrë nga familjarët e të dyshuarit, të humburit. Fillimisht strukturat e komitatit nr. 2 kanë kryer gjithë veprimet procedurale, por është bërë dhe marrja e kallëzimit si dhe veprimet procedurale, pastaj duke bërë një analizë të thelluar të ngjarjes, është gjykuar dhe hetimi po ndiqet nga struktura e kriminalit të Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë. Me të drejtë ju thoni, nga ana jonë dhe aktualisht që po flasim, është një strukturë e posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtetit Gland Koçit. Kërkimit janë përmenduar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Aktualisht krahas shërbimeve të policisë shtetit, në ndihmën ka ardhur një njësi e posaçme nga FSK. Po vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona, pas një analize që kemi bërë. Aktualisht nuk kemi ndonjë rezultat konkret. Një zonë rezidenciale të qytetit për tentativa për vjedhur këto banisa, cila është ndarë edhe si me mirë. Faleminderit. Lidhje me pyetjen, është shumë e vërtetë
Kemi pas disa ngjarje, tentativa vjedhje, kryesisht në zonën që mbulon kombësetin numër 1, zonën e Farkës, por fal punës bërë nga shërbimet e policisë komisiatit numër 1, si dhe forcat posaçme operacionale, dje gjatë natës është bërë mundur kape një autor të dyshuar dhe në vijim si do japi informacion më shtërrues lidhur me këtë ngjarje. Faleminderit.